Ja, mirë jeta, Miftar Shehut. Kam babën e 2 vllazën tupën. Njërin e kemi gjetë voglin, ata 2 janë të pagjetur hala. Sa do të thotë për juve kjo ditë? Për neve, mazi mos ka ku me shku. Mos mi pas të afër mi të tu, mos mi gjetë, hala ku fomë, s'ka ma keq. A keni vllazën tjerë? Jo, s'kemi, jemi veç 5 motra dhe në gjik vllavit e kemi. Është vllai ju, apo? Djala, po? Sa vjetë ka qenë kur ka? 25 vjetë. Sa i keni të vllajën? Për burrin me 2 djemë. Keni djemë tjerë? Po, dhe një janë, vogël e kom pas. Sa është rënë për ju? Këtu jemi sot për përvjetorin 26 marsit 99, kështu që këtu kemi krahun e djathtë e kam babën, krahun e majt vllahun e tretë, kurse vllahun e dytë e kam të pagjetur. Kështu që në këtë datë në mesin e 113 janë edhe familjarët e mi. Po, personin ndoshta jam një ndër ata që nuk i kam rënë dorë të forcave policore, ushtarake apo banorëve të fshatit Krushe Vogël, kam qëndru në pyje unë dhe një person tjetër. Atë ditë nuk kemi vrejt, të shtëna ka pas shumë, por nuk kemi vrejt se që ka ndodhë. Të nesër në mëngjes jemi taku me 2 persona, Agim Aslanin, Lutfi Ramadanit, të cilët kishin dalë nga masakra. Ata më njoftuan se për masakrën e Krushës Vogël se që ka ndodhë për banorët e fshatit Krushe Vogël. Kështu që për 9 ditë ishim pa bukë në mbi fshat, pastaj kemi dalë në territorin e Hasit në fshatin Bregdërin, aty në një familje e cila një njohte na dha bukë pas ditën e 9, na dha vezë, suxhuk, bukë, djathë të tjera, kështu që kemi përjetuar një tmerr. Pa u bo 24 orë, më me thonë 5-16 orë ishte nga momenti i masakrës Krushe Vogël, në orët e para të mëngjesit, në ora 7, i takuam 2 persona, kishin qenë të tmerruar prej që kishin dalë prej masakrës, i pash nga larg, i thirra dhe mu afru Lutfi Ramadani me krahun dorën e djathtë mas gjati, se dorën e djathtë kishte të djegur në masakër, kështu dhe aty më ngushtoi për babën, vëllezërit dhe kushrinjt. Dhe gjithë fshatin tha që fshati Krushe Vogël mbaroi me sot.